Mirdita, sot të bëj një tavë Elbasani. E thom si që e thoshim më përpara, që i thoshin tavë Elbasani, tash i thon tavë Kosi. Po ajo tavë ka pas emrin Elbasani, se Elbasani e ka nxjerrë. Dhe them një bravo të madhe për Elbasanin. Po filloj me mishin. Bëhet me mish qingji. Kam mishin e qingjit, e kam larë, kam vite që nuk e kam bërë, edhe do i provoj prapë sot se si do më dalë. E vëm mishin njërë për të zirë, pastaj e vëm në formë me kos me ato që bëhet. Kam copa shumë, se jam dhe shumë. Nuk jam vetëm. Në nashë si ajo kloçka që mbledh zojt. Po i hedhe krip. Unë tash do rrit apres sa të marri val dhe i heq shkumën mbi vete, derisa të pastrohet nga shkuma. Pastaj do t'i vë kapakun të ziej. Sa kohë do më haj për zjerje nuk e di se mish qingji është, nuk e besoj se do shumë. Pastaj do i hedh të tjerat kosin ato që i hidhen. A do e fusim furrë? Futet në furrë pastaj? Po, në furrë copës, do futet në furrë. Po njëherë do ziej mishi, pas zjerë mishi, në furrë nuk ha shumë, ko vetëm të zjerja. Zjerën tash nuk e di se sa kohë do më haj. Të vend që kapakun kështu për sipër, sa të filloj nxjerr shkumën dhe të pastroj. Pse e heqim? Dalin këto të zeza, të e gjaku që pikset edhe del kështu për sipër. Nuk kem dot, se del copa të zeza në gjell, nuk duhet me ja heq. Edhe gjell ta bësh, edhe sup ta bësh, çdo lloj mishi do t'ja heqësh këtë. Ja vërmë që përshë. Kjo tavë ka me mish qingji. Pastaj e bëjmë dhe me mish, kam dëgjuar që bëjnë jo me mish pule, jo, nuk e di, se nuk e kam iden. Se si mund të dali. Mishi ka zirë, më ka hangër vetë 1 orë e gjysëm. Shkëputet, ja shi si hapet nga kocka del. Ati e shikon ku është bërë që shkëputet nga kocka. E heqeve të tava, që do hedh kosin. Kjo bëhet e mirë tavë balte? Tavë balte. Po, s'kemi? Po, tavë balte, ato që kemi ne është e vonë. Kemi, po s'është për kaq veta. Me tavë balte. Megjithatë e mirë duhet dalë edhe këtë. Tash ta shohim. Mirë duhet të dalë, i ka të gjitha brenda. Kam vite dhe unë që se kam bë dhe e kam harruar drejtën si bëhet. Zjerja varet nga qingja, se ka qingja për shembull që janë nga 12-13 kg, janë të mëdhenj, duan më shumë. Tash ne nuk është se kemi marrë vetë qingji dhe e dim se sa kilësh ka qenë. Po duket mish i mirë, zjo shpejt. Mund ta bëj edhe kusi presionet? Edhe të nxjerrë presionin, po në të nxjerrë presionin do të kesh shumë kujdes se po e zive shumë të prishen si copa. Nuk do të lësh shumë në të nxjerrjen e presionit. Tani ujin ja mban, nuk do ta hedhësh? Ujin do t'ja mbash? Po, ujin do t'ja mbash. Orizin ku e bura na kam orizin këtu. I hedh pak oriz për sipër. Nuk është i zier? Jo, nuk është i zier. Pak është hëll orizi. Dhe përse ja hëll orizin? Orizi thith lëngjet. Thithën lëngjet. E kam larë orizin, nuk i hedh shumë. Tashi do t'i rrah vezet. Mami, shtyje pak andej që ta shohin te kamera. Shty.
Furin e kam bënë rëzitati, në zetë furit e 200 gradë. Me që kam mi shumë, do i bëj dhe të gjitha me shumis. I raf 6 kokra vezë. Raf qik vezët si fillim. I hedh pak nga lëngu mishit. I hedh pak nga pak se shin zetë. I hedh nga 30 gram djaltë këtë është. Nuk është më tepër, se kam mas lugër. Tash edhe hedhe kosin. Këtu kam 1 kile kosë. Për mishin që po bëjmë ne, për sasin që po bëjmë ne. Për sasi është sasi e madhe, gjithëkimisht, është gjithë jo tepsi. Po do bëhet më pak, do më pak. Po. Varet nga mishi, po të kesh 1 kile mish, nuk do hedhësh kaq shumë. Do hedhësh 2 kokra vezë, 3 kokra vezë. Po këtu është gati 2 kile mish, 2 kile mos më tepër. Se unë e mora copë si qishin atë, dhe shatë copën ma pesho komplet. Po doli copë shumë e mirë. Tani kosi, me fjallë duhet tjetë që ta mbuloj mishin? Po, ta mbuloj. Duhet ta mbuloj. Ta shof qik për krip. Do krip. Do i hedhe 3 lugë miell. Edhe mielin ja hell për një të arsye? Edhe mielin, ndihmon. Se po të hedhësh oriz shumë do të arsi pilaf pastaj. Kështu hedh pak miell. Këto janë vetëm që të thithin lenjën e kosit. Pastaj edhe kosi nuk është se ne marrim nuk e marrim me shumë i ndyr kosin, se kur e ke me i ndyr nuk lëshon shumë, se mbaj ndyra. Ne marrim kos të pa i ndyr. Prandaj i hodha dhe gjaltin brenda, se s'ka kos si i ndyr. Kripën e kam as. Do hedh tash tek tava. Marrë qik nga lëngu mbi vete. Duhet shkoj gjithandej kosi. Po. Tash do të vë në furrë, sa do më vonoj në furrë nuk e di, varet nga furrat. Do i shoh furrën dhe do t'ju them se sa akoma hangrin në furrë. Për gjysmore për shumë? Gjysmore, 3 qerekore, nuk e di. E kam atë 200, furra është e nxehtë. 200. Nuk e mbulojmë? Jo, nuk e mbulojmë, s'ka nevojë ta mbulosh. Mas 25 minutave, po e nxjerr tavën. Mbas kaq shumë vitesh që s'kam bërë tavën e kosit, them se e kam nxjerr perfekte. Ashtu më duket mua. Edhe nga shija, ka një shije jashtëzakonisht të mirë, është bërë çatë mishi, llokum. Këto është ka shijen tamam.
Na lëshoj goja lang, hajde hajmë të shi. Ju falenderoj për shikimin, ju uroj shëndetit ditë marë dhe një urim Elbasanlive për këtë tavë perfekte. Shumë